Në 3 mujorin e parë të këtij viti, numri i pasagjerëve që kanë udhëtuar me linja ajrore shënon 2.083.050 pasagjerë, kundrejt mbi 1.9 milion pasagjerë që udhëtuan në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas Instat, në këtë fillim viti, numri i pasagjerëve që kanë udhëtuar me linjat ajrore është rritur në 9.1%, krahasuar me 3 mujorin e parë për vitin 2024. Statistikat zyrtare tregojnë se gjatë kësaj periudhe rritje kanë shënuar edhe volumet e mallarëve të transportuara në rrugë ajrore. Volumi i mallarëve duke përfshirë edhe postën e hyrë dhe dalë nëpërmjet transportit ajror rezultoi në 550.5 ton, nga të cilat 74.5% janë mallara të hyrë dhe 25.5% janë mallara të dalë nga vendi ynë. Volumi total i mallarëve për 3 mujorin e parë 2025 u rrit në 10.2% krahasuar me 3 mujorin e parë për vitin 2024. Në transportin ajror gjatë kësaj periudhe kanë operuar 19 shoqëri ajrore, nga të cilat 18 janë të huaja dhe 1 shqiptare. Sipas Instat, në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar 65.146 avion, nga të cilët 79.5% e tyre zën numrin e mbikalimeve.